Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdia e ploti takon të madhit Allah Tabaraka wa Ta'ala, salate dhe selame çdo herë dhe pareshtur I dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamberit ton të dashur Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejnë Allahut po takohemi edhe në një emision të ri, në këtë cikël të emisioneve dhe takimeve tona, besimi dhe etika në Kur'anin famlart. Në këtë takim do të flasim për normat etike të mirësjelljes. Fillimisht më lejoni të jem më I qartë për cilat norma etike në mënyrë specifike dëshiroj të ndalem në këtë takim së bashku me ju. Nga se mirësjellja në kuptimin e përgjithshëm është një koncept shumë I gjerë. Dua të ndalemi në fokus të veçantë në ato norma etike që kanë të bëjnë në radhë të parë me mirësjelljen brenda antarëve të një familje, por edhe me norma etike që kanë të bëjnë dhe lidhen drejt për drejt me shtëpinë dhe antarët e asaj familje përkatëse dhe të tjerët të cilët mund të vinë për vizitë apo për ndonjë qëllim tjetër në këtë familje. Fillimisht para se të numroj disa prej këtyre normave etike, kur jemi tek familja, kur jemi tek shtëpia, ku ne banojmë dhe ku ne e përjetojmë ngrohtësinë tonë, kur ne në gjirin familjar dhe në vatrën në të cilën ne e jetojmë dhe harxojmë një pjesë të jetës tonë, sigurisht se shtëpia dhe familja mbi të gjitha përmban në vete edhe shenjtërinë, por edhe atë privatësinë që çdo njeri prej neve edhe e përjeton, por edhe kënaqet me të, edhe e ka një përkatësi të cilës ai I takon, por edhe kujdeset që në asnjë rrethon të mos cënohet as shejtëria e familjes dhe e shtëpisë, por as privatësia dhe nderi I saj. Prandaj, nëse ne nisemi nga këto parametra, po themi, të cilat I përmenda si përkufizim që kanë të bëjnë me atë çfarë e karakterizon familjen dhe shtëpinë, kur jemi tek shtëpia e kam fjalën për godinën, për objektin, pastaj ajo mund të jetë shtëpi, mund të jetë banesë apo çfarëdo që Allahu na ka begatuar në jetën tonë, por fjala është për atë hapësirën që ne jetojmë me familjen tonë dhe pikërisht ajo familje dhe ajo hapësirë që ne e kemi dhunti prej të madhit Zot, ajo është ajo privatësia dhe në të njëjtën kohë ajo përmban një shenjtëri që ne kujdesemi dhe e ruajmë gjithsesi. Atë, por edhe kujdesemi që të mos cënohet dhe të mos preket nga askush me çfarëdo lloj tendence që tjetri mund ta cënoj edhe shejtrin, por edhe privatësinë e shtëpisë dhe familjeve tona. Fillimisht, kur jemi tek normat etike që ndërlidhen me shtëpinë dhe me familjen, në Kur'anin famlart, por edhe në porositë ndritura të dashurit ton, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, kemi një numër të këtyre normave etike të cilat duhet t'i kemi parasysh. Fillimisht më lejoni të ndalem tek kaptina Nur, një kaptinë e Kur'anit famlart, kaptina e dritës, e cila në të vërtet në brendin e saj ka një numër të madh të normave të cilat janë përplot dritë dhe nur, të cilat neve gjithsesi, si besimtar dhe musliman, duhet të na interesojnë dhe duhet t'i dim dhe t'i mësojmë ato norma nga kjo kaptinë
e mrekullueshme të cilat do të na nevojiten gjatë jetës tonë. Kur ndalemi tek ajeti 27, ajeti 28 dhe 29 nga kaptina Nur, kuptojmë një numër të normave etike të cilat Allahu te baraka wa taala nëpërmjet këtyre vargjeve të Kuranit neve na sugjeron një numër të normave etike të cilat duhet t'i kemi në konsiderat. Thot Allahu fuqi plot: "Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." O ju besimtar, në shtëpijat e huaja mos guxoni të hyni pa kërku lejen për të hyrë në ato shtëpia. Pastaj kur juve t'u ipet leja për të hyrë në ato shtëpia të huaja, mos hyni në ato shtëpia pa i përshëndetur pronarët dhe banorët e asaj shtëpie në formën më fisnike dhe bujare. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Nëse ju paraprakisht këto sugjerime dhe këto norma i respektoni dhe i merrni në konsiderat. Do të thotë, norma e parë nuk lejohet në një shtëpi të huaj, domethënë nëse ti nuk je pronari i shtëpisë dhe nuk jeton në atë shtëpi, pavarësisht lidhjes familjare që ti mundesh me pas me banorët e asaj familje, respektivisht asaj shtëpie, pavarësisht lidhjes së gjakut, pavarësisht lidhjes së miqësisë, pavarësisht afërsisë që mund ta kesh kojshia apo fqinje e tjerë, nuk lejohet me hyrje në një shtëpi të huaj pa lejen paraprake prej pronarëve dhe banorëve të asaj shtëpie. E dyta, norma e dytë, kërkohet nga ne që posat na ipet leja të hyjmë në atë shtëpi, të mos hyjmë në atë shtëpi pa i përshëndetur me mirësjellje dhe me një përshëndetje bujar dhe fisnike antarët e asaj shtëpie, respektivisht familje. Dhalikum khairul lakum. Allahu fuqi plot thot, nëse ju i merrni në konsiderat këto porosi dhe këto norma, kjo do të jetë më e mirë për ju dhe për ata. Fa in lam tajidu fiha ahadan. E nëse ndodh që ju keni nevojë të hyni në një shtëpi për çfarë do lloj nevoje që ju mund ta keni. E nëse ndodh që brenda asaj shtëpie nuk ka antar, nuk ka banor, nuk ka të atill që banojnë, fala tadkhulu hatta yu'dhanu lakum. Prap nuk lejohet që ju të hyni në atë shtëpi derisa mos të keni leje paraprakisht për të hyrë në atë shtëpi. Wa in qila lakum irji'u. Nëse juve nuk ju jepet leja me hyrje në një shtëpi. Po e zojmë, unë ju kam drejtuar një shtëpie për çfarë do lloj arsye dhe pronari dhe banorët dhe antarët e asaj familje mua nuk më japin lejen që të hyj, atëherë unë duhet të kthehem. Huwa azka lakum. Allahu thotë kjo është më e pastërt dhe kjo është më fisnike për ju. Wallahu bima ta'maluna alim. Çfarëdo që mund të veprani, Allahu është i gjithdijshëm për veprimet tuaja. Laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha. Tash ajeti vijues na sjell do norma tjera. Allahu dhul xhelal thotë, nuk është mëkat dhe nuk është ndaluar për ju nëse ju keni nevojë të hyni në ato lloje të shtëpive të cilat janë të babanuara. Nëse në një rrethon, në një moment, në një gjendje të caktuar, na vjen një situatë e atill që jemi para disa shtëpive të cilat janë shtëpi të pabanuara, por ja që janë rrethonat e atilla që ne kemi nevojë të strehohemi, të futemi në shtëpia të tilla, atëherë nuk është mëkat dhe neve na lejohet që të futemi në ato shtëpi, qoftë që të strehohemi përkohësisht, qoftë që të marrim ushqim prej atyre shtëpive përkohësisht, qoftë që të marrim ujë dhe të pimë nga uji i asaj shtëpie përkohësisht, e kështu me radhë. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allahu çdo herë dhe gjithnjë din çfarë ju fshehni në veten tuaj dhe çfarë ju shpërfaqni nga vetja e juaj. Këto janë disa prej atyre normave etike të cilat ndërlidhen me familjet dhe shtëpit në përgjithësi.
Është interesante, me njëre pas këtyre 3 ajeteve, Allahu te baraka wa taala në ajetin 30 nga kaptina Nur dhe ajetet vijuse, Allahu na sugjeron disa norma tjera etike që kanë të bëjnë me kujdesin e shiqimit ton. Tani, kur i referohemi dhe lexojmë interpretimet e ulemave në raport me këto 3 ajete, 27, 28, 29 nga kaptina Nur, dietarët islam thonë, në vijat e trasha këto 3 ajete përmbajnë këto mësime. Mësimi i parë, legitimiteti që ne jemi të obliguar që para se të hymë në një shtëpi, para se të hymë brenda një familjes, kërkohet dhe obligohemi të kërkojmë lejen, apo sikur thuhet në gjuhën e popullit, të kërkojmë izin, të marr izë për me hyrë në një shtëpi. Kjo është prej atyre normave etike të asaj mirësjellje të përgjithshme, domethënë ai kodi i përgjithshëm. Ky kod i përgjithshëm dhe këto norma janë gjithsesi në pajtim dhe në përputhje edhe me ato normat etike që kanë bëjnë me traditën tonë edhe shqiptare dhe me doket dhe adetet dhe kulturën tonë. Do të thotë, kultura jonë nuk na lejon neve dhe nuk na jep të drejten që ne të hymë brenda një shtëpie dhe brenda një familje pa kërku lejen dhe pa marrë miratimin prej antarëve të asaj familje të hymë apo jo. Është interesante tani në këto vitet e fundit, këto norma të mirësjelljes dhe ky kod etik po zbehet ndonjëherë edhe po cenohet. Është interesante se nëse ne e analizojmë mënyrën e të jetuarit në të kaluaren, po e zëjmë para 40-50 viteve, 60 viteve, dhe mënyrën se si ne sot jetojmë. Çfarë dhe si ishin shtëpitë tona në të kaluaren, kur ne jetonim në shtëpi të mëdha, kur shtëpitë tona përbëheshin prej shumë antarëve, ndërsa sot jetojmë një mënyrë të jetesës. Është shumë interesante jeta urbane, por jo vetëm, nga se këto rregulla janë të aplikueshme si për jetën urbane, por edhe për jetën në zonat rurale. Nga se këto janë norma etike dhe janë porosi hynore që vlejnë dhe janë kompatibile, pavarësisht njerëzve jetojnë në fshat apo në qytet. Mirë po, duhet ta kemi parasysh mënyra e jetesës dhe organizimi i familjeve brenda vendit ton, brenda shoqërisë ton, brenda kulturës ton, brenda adeteve dhe traditave tona ka ndryshu. Në të kaluarën kemi jetu në shtëpi të mëdha. Kemi qenë shoqëri më konservative. Sot jetojmë në familje të vogla, ku një familje përbëhet prej 4-5 antarëve, 6 antarëve, për dallim në të kaluarën kur kemi qenë me 10 antarë. Kemi jetu në shtëpi ndryshe prej shtëpive që sot jetojmë, kryesisht sot është trend në këto 10-15 vitet e fundit, është trendi që të jetohet në banesa kolektive. Dhe është interesante jeta në banesat kolektive gjithsesi që e ka edhe privatësinë, por e ka edhe shenjtrinë e saj. Jeta kolektive deri në një mas e prish privatësinë, por mos të thënë e cenon, nga se nuk dua ta përdori një terminologji të tillë, nga se mund të tingëllon si e vrasht, por ne fal kulturës tonë, fal edukatës tonë, fal mësimeve fetare islame, por edhe fal kulturës tonë shqiptare dhe traditës tonë shqiptare, gjithsesi duhet të arrujmë privatësinë edhe në jetën tonë kolektive. Prandaj, nuk lejohet, nuk është etike, nuk është islame, nuk është njerëzore, nuk është kulturë dhe edukative, nëse ne guxojmë me hy brenda një shtëpie, brenda një banese, pa lejen dhe pa miratimin e antarëve të asaj familje. Nga se njeriu
në familjen e tij, në shtëpinë e tij, në banesën e tij, ai edhe mund të qëndron gjatë qëndrimit të tij në banesë dhe në shtëpi me një komoditet, me një liri, qysh ashtu sikur ai e ndin veten mirë dhe të relaksuar, derisa nëse dikush i huaj, e tash ky i huaj mund tjetë edhe njeri i familjes, mund tjetë edhe njeri i gjakut, mund tjetë edhe njeri i miqësisë, lidhje miqësore, mund tjetë edhe kojshi, mund tjetë edhe shok, etj. Por, ky nuk mund të, pavarësisht dashamirësisë, se ti ky nuk mund të hy në banesën dhe shtëpinë tënde, nga se ti ke një privatësi. Prandaj kërkohet leja. Dikur kemi qenë më konservator dhe unë jam i mendimit që kemi qenë shumë fesnik, tani nuk po dua të qortoj apo të bëj vrejtje për askën, por ne ende vazhdojmë të jemi një shoqëri konservatore, por në disa rrethana dhe momente, sikur kemi një liri të tepruar dhe si një shoqëri liberale e kemi tepru dhe kemi bë disa tejkalime të cilat e cenojnë edhe familjen, edhe privatësinë, edhe shejtrin e kështu me radhë. Prandaj, këto norma etike janë gjithsesi të rëndësishme dhe janë të domosdoshme për të ruajtur shejtrinë e familjes, për të ruajtur privatësinë e saj, por edhe të mos gjendemi në situata të pakëndshme nëse nuk i respektojmë këto norma etike dhe paramendo nëse dikush jetojmë në banim kolektiv, në banesa, ne e dim distanca dhe largësia mes dy banesave që janë karshi njëra tjetrës mund të jetë 2 metra. Koridori, i cili është i përbashkët mes fqinjeve, distanca mes dy banesave është 2 metra, hade po themi në mundësin më të mirë 3 metra. Dhe paramendo, ti posa ta hap derën e banesës, me në rihyn njeriut në shtëpi, nga se nuk ka obor. Qaj koridori përbashkët është ajo hapësira e përbashkët. Prandaj, do të jemi të kujdesshëm, do të jemi të edukuar, që as mos ta qesim në pozitë të pakëndshme askën prej neve, ta ruajmë privatësinë dhe nderin e çdo njëres familje, si dhe të mos cenojmë shenjtrinë e familjes. Tham, mësimi i parë nga këto 2 ajete është se është obligative të kërkojmë lejen dhe miratimin e antarëve të një shtëpie, të një banese dhe familjarët e asaj shtëpie që të hymë në atë shtëpi. Mësimi i dytë, gjithmonë kjo leje kërkohet që të hymë në një familje dhe një shtëpi, për shkak se çdo shtëpi, siç e tham shumë herë, në vetvete ka shenjtrinë dhe privatësinë, dhe kjo nuk duhet të cenohet dhe nuk duhet të shkelet asnjëherë. Dhe jo rastisht ajeti 30 dhe ajetet vijuese janë në këtë vazhd në kontekstit e këtyre kuptimeve ku Allahu kërkon nga besimtarët dhe besimtarët që të kujdesen për shiqimin e tyre. Nga se ndonjëherë ne edhe mund të ekspozohemi një pamje, një dukje që është jo e duhura, e që njerëzit me arsye apo pa arsye mund të kenë arsyet e tyre, por e jona është që ne ta kontrollojmë shiqimin ton dhe syrin ton si besimtar dhe besimtare që jemi. Është interesante të ndalemi tek disa prej këtyre normave që kanë të bëjnë me hyrjen në shtëpi. Tham, ajeti është decisiv i qartë, e ju o besimtar kur të hyni në shtëpi, kërkoni leje dhe përshëndetni njëri tjetrin me përshëndetje të mirë e të bukur, fisnike nga Allahu te baraka wa taala. Ne si besimtar, kur hymë në shtëpitë tona, por edhe kur hymë në tek shtëpiat e të tjerëve, qofshin ata familjar, të afërm, miq, shok, miq, dashamir, ne
e përzgjedhim përshëndetjen më fisnike dhe më të bukur që t'i përshëndetim antarët e asaj familje, edhe përshëndetja më e bukur është përshëndetja islame, që është përshëndetja e banorëve të xhennetit, Assalamu alaikum, paqja dhe siguria dhe mëshira Zotit dhe bekimet e tij qofshin mbi ju, e pastaj nuk ka asgjë të keqe të përdoren përshëndetjet tona që janë pjesë e traditës tonë, pjesë e popullit tonë, pjesë e traditës tonë e kështu me radhë. Pastaj është interesante që ne kur hymë në shtëpinë tonë, kjo tani është kur jemi në shtëpitë tona, preferohet që të hymë me këmbën e djathtë, preferohet që t'i përshëndetim me mirësjellje antarët e familjes, pastaj kur shkojmë musafir të mos ulemi derisa familjari apo familjarët e asaj shtëpie nuk na sugjerojnë dhe nuk na orientojnë ku të ulemi në cilën dhomë e kështu me radhë, pastaj edhe nëse nderohemi dhe gostitemi nga antarët e asaj familje, gjithmonë t'i kemi parasysh ato normat etike të mirësjelljes, që janë ai kodi i mirësjelljes, qofshin ato norma fetare, por edhe ato norma nga kodi i traditës tonë, po e zëm, i Zoti i shtëpisë i mirëpret dhe ju shpreh mirëseardhje mysafirëve, i Zoti i shtëpisë vazhdon të qëndrojnë në këmbë, në shaj respekti për mysafirët e ardhur dhe i pyet dhe i nderon dhe i respekton dhe shpreh mirëseardhjen dhe shpreh admirimin e gëzimin që ata e kanë nderu familjen e tyre, pastaj i gostit ashtu siç e kemi traditën, kur vjen momenti i ndarjes i përcjell dhe del deri tek dera e shtëpisë, deri tek lagja, është sunnet i pejgamberit alayhis salam, është traditë e tij e preferuar që mysafirin me përcjell deri tek dera e shtëpisë, sikurse që është traditë e jona shqiptare, musafirin me dalë dhe me përcjell dhe me nderu dhe me e uru që ai e nderoj familjen me këtë vizitë dhe shumë norma dhe kode etike të cilat ne i kemi të përcjellura nga të parët tonë, nga prindrit tonë, nga babgjyshat dhe gjyshet tona, e që ato kode të mirësjelljes gjithsesi duhet të respektohen dhe duhet t'i kemi në konsiderat dhe t'i marrim me konsiderat dhe t'i ruajmë dhe t'i edukojmë edhe fëmijët tonë dhe brezat e ri mbi bazën e këtyre normave etike, e që janë ajo mirësjellja e përgjithshme reciproke që ne shkëmbehemi dhe respektohemi me njëri tjetrin mbi dritën e këtyre normave dhe këtyre kodeve të mirësjelljes. Ne këtu po e bëjmë një pushim të shkurtër dhe po kthehemi me pjesën tjetër inshallah taala pas një pushimi të shkurtër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, me lejen e Allahut po vazhdojmë me pjesën tjetër të takimit ton. Në këtë takim jemi duke folur për disa norma etike të mirësjelljes, por që në fillim të këtij takimi tham se do të fokusohemi me ato norma të cilat kanë të bëjnë me edukatën tonë, që duhet ta kemi parasysh dhe ato norma edukative se si duhet të sillemi kur hymë në shtëpitë tona, kur hymë në shtëpitë e të tjerëve, pavarësisht lidhjen familjare apo të gjakut apo miqësinë apo lidhjen e fëmijësisë që mund ta kemi e tjerë, por janë disa norma etike të përgjithshme, të cilat na i ka mësuar Kurani famlart, por edhe pejgamberi ynë i dashur alayhis salatu wassalam, por edhe ato norma etike të cilat i kemi të trashëguara
nga tradita dhe kultura jonë shqiptare e që duhet t'i kultivojmë, duhet t'i respektojmë, duhet t'i marim me konsiderat dhe me konsiderat t'i jetësojmë gjatë jetës tonë. Një norm tjetër, po ashtu me rëndësi etike, që ka të bëjë me familjen, me antartë e familjes brenda një familje, është ajeti 58 dhe 59 i kaptinës prap Nur, nga se e thamë në fillim të këtij takimi, kaptina Nur është përplot me norma, përplot me vlera, të cilat norma dhe vlera edhe e ndërtojnë një familje ideale, por rrjedhimisht ato familje ideale kontribojnë që të ndërtohet në fund të ditës një shoqëri ideale. Ajeti 58 dhe 9 nga kaptina Nur janë norma etike që kanë të bëjnë dhe drejt për drejt i drejtohen familjarëve brenda një familjeje. Thotë Allahu fuqiplot: Ja ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinakum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum 3 marratin. Tash ky ajet neve na flet se si fëmijët të cilët ende nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë dhe eventualisht shërbëtorët që mund t'i kemi në shtëpi, ka shtëpi që kanë shërbëtor, ka shtëpi që brenda atyre shtëpive ka zonja dhe zotëri që ofrojnë shërbime për antarët e asaj familje, dhe sikur këta, por edhe sikur fëmijët e asaj shtëpie që nuk e kanë arrit ende moshën e pjekurisë, janë 3 momente kohore, janë 3 orare kohore që ata nuk kanë të drejtë në dhomat private të familjarë të asaj shtëpi të hynë pa trokit. Momenti i parë është para se të falet namazi i sabahut, do më thonë kur prindrit janë në dhomën e gjumit, dhoma e tyre private, as fëmijët e tyre, por eventualisht edhe ata që janë pjesa asaj familje punëtor apo shërbëtor, nuk kanë drejt me hy në dhomën e gjumit tek familjarët pa trokit. Orari i dytë, koha e dytë, është pas namazit të drekës. Kurani e përmend kohën pasi të falet namazi i drekës, është një kohë ku disa e preferojnë pushimin. Do të thotë, fëmijët nuk kanë drejt pasi të falet namazi i drekës dhe prindrit e tyre kanë hyrë në dhomën e gjumit për të pushuar, ata të hynë pa trokit në derë. Edhe pse janë fëmijët e këtyre prindërve. Edhe pse këta janë antarë të kësaj familje dhe jetojnë brenda një shtëpie të përbashkët, ky është orari i dytë që Kurani na sugjeron që të mos hyhet në dhomën e prindërve, respektivisht në dhomën e gjumit tek prindrit, pa kërku leje. Dhe momenti i tretë apo orari i tretë ku nuk lejohet me hy tek dhoma e prindërve është pas namazit të yatsis. Do të thotë pasi të falet namazi i yatsis, nëse prindrit kanë shku në dhomën e gjumit, nuk lejohet me hy pa kërku leje dhe pa trokit. Do të thotë krejt kjo për shkak të asaj etike dhe asaj edukate që duhet të jetë prezente dhe fëmijët tonë duhet të edukohen dhe duhet të mirë edukohen. Me krejt këto norma edukative, nga se në rrethana dhe momente të caktuara mund të gjenden në situata të pakëndshme edhe fëmijët, por edhe prindërit, nga se këto 3 orare janë orare ku prindrit pushojnë, por e kanë edhe atë jetën e tyre intime, dhe në jetën e tyre intime dhe private nuk është mirë askush të ndihet keq
dhe të shkelet jeta private, pavarësisht qoftë prej prindërve apo qoftë prej fëmijëve, pavarësisht pse ata janë familjar, janë bashkëfamiljar dhe jetojnë brenda një shtëpie. Tani, tutje kemi disa norma etike të tjera të cilat ndërlidhen me mirësjelljen dhe atë kodin e përgjithshëm të mirësjelljes që antarët brenda një familje, por edhe të tjerët të cilët mund të vinë në një familje të huaj, duhet të kenë parasysh këto norma etike. Fillimisht, antarët brenda një familjes, kur njëri tjetrin e thrasin dhe kur ata bisedojnë dhe bashkë bisedojnë në mes vete, nuk duhet të flasin me zë të lartë. Allahu te baraka wa taala urren që njerëzit të flasin me zë të lartë, respektivisht të bashkë bisedojnë me zë të lartë, por edhe kur kemi nevojë të thrasim një familjar apo një mik, nuk është në rregull nga jashtë me zë të lartë të thrasim atë, nga se kjo është diçka e pahishme. Pastaj, një normë tjetër edukative që na mëson Kurani është, e përmendëm ajetin më herët nga kaptina Nur, fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Ajeti Nur 61. Allahu na sugjeron që ne qoftë kur hymë në shtëpitë tona apo kur i vizitojmë edhe të tjerët, duhet t'i përshëndetim banorët e asaj shtëpie me një përshëndetje fisnike, me një përshëndetje të ngrohtë të bekuar për plot bekime e ngrohtësi, kështu na mëson Allahu te baraka wa taala atë kodin e mirësjelljes që ne duhet ta përdorim me njëri tjetrin. Qoftë kur jemi brenda një familje si antar të përbashkë brenda një familje, por edhe kur shkojmë tek të tjerët, pa marrë parasysh lidhjen dhe raportin që e kemi me atë familje. Pastaj, një normë tjetër etike që na sugjeron Kurani është se kur hym brenda familjes, qoftë si antar të një familje, por dhe kur shkojmë të vizitojmë të tjerët, pavarësisht lidhjen familjare që mund ta kemi, qëndrimi ynë dhe ulja duhet të jetë për plot dignitet, për plot respekt dhe edukat. Prandaj thot Allahu dhul xhelal në kaptinën Al-Mujadala, ajetin 11, ja ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu. Është interesant ky ajet na flet për një normë etike të përgjithshme. Keni parasysh kontekstin kohor. Ajeti ka zbrit para 1450 viteve. Shtëpit në atë botë kanë qenë shtëpi shumë modeste. Madje, nëse dëshirojmë ne shtëpit standarde çfarë ishin në atë kohë kur zbriti ajeti, me bë një krahasim me shtëpit standarde që jetojmë në kohën tonë, është pak e pamundshme me bë krahasim, nga se në atë kohë shtëpit kanë qenë prej lloçit, shtëpit kanë qenë me hapësira jashtëzakonisht të kufizuara, ndërsa sot ne jetojmë në një kohë moderne, ku kemi shtëpi moderne, ku kemi hapësira shumë të mjaftueshme, ku shtëpit në të cilat ne jetojmë, neve na ofrojnë komoditet e tjerë, e tjerë, e tjerë. Por, ato normat etike të përgjithshme janë të vlefshme si për atë kohë, si për kohën tonë. Fjala vije, nëse ne shkojmë të bëjmë një vizitë, apo nëse neve në shtëpinë tonë na vinë mysafir për vizitë, fëmijët tonë duhet të edukohen dhe duhet të mirë edukohen, që kur vinë musafir, e ata musafir mund të jenë familjar tonë, të afërt, njerëz të gjakut, miq, koleg, kujshi, etj, 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 fëmijët tonë duhet të mirë edukohen që në shtëpitë tona duhet t'i japim përparësi që të ulen ata që i kemi musafir, që të ulen ata që janë më të vjetër, që të ulen ata që kanë pozita, etj, etj, etj. E jo fëmija yt të ulet në kryet të dhomës dhe as që mos ta çoj kokën dhe as mos ta ket iden, saj aty nuk e ka vendin. Nga sa aty vendin e ka dikush i cili është më i vjetër, babgjyshi, migja,
daja, hala, tezja, prindi, mysafiri, kojshia e tjerë. Prandaj, Kurani neve na kërkon që t'jemi gjithmonë të kujdesshëm dhe t'i kemi në konsiderat këto norma etike të cilat neve na mëson Kurani edhe pejgamberi alayhisalam, por edhe këto norma etike që ne i kemi të trashëguara nga tradita dhe kultura jonë, fare mirë. Nga se në traditën dhe kulturën tonë, gjithsesi këto norma etike janë prezente dhe janë trashëgu dhe janë përcjell gjenerat pas gjenerate e brez pas brezi. Po ashtu një normë etike e cila duhet të kihet në konsiderat gjatë takimeve tona, gjatë viziteve tona, gjatë qëndrimeve tona, brenda në familje dhe shtëpit tona, është se bisedat duhet të jenë të këndshme, bisedat duhet të jenë edukative dhe bisedat duhet të ndodhin me plot respekt dhe mirësjellje. Prandaj Allahu te baraka wa taala thot: "Wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun." Gjatë bisedave tuaja, kur ju i keni gjatë vizitave të ndërsjellta, bisedat e juaja duhet të jenë përmbajtësore, duhet të jenë fisnike, duhet të jenë produktive dhe në të mirën e përgjithshme dhe gjithmonë duke pas parasysh dhe konsiderat frikë respektin. Jo biseda ku ne, Allahu na rujt, mund të ketë aty përgojime, thash e theme, intriga, shpifje, vulgaritet, pastaj Zoti mos e dhash të fjalë të pista e të ndyta e ku ta diune. Nga se në një ditë të gjithë do të bëhemi bashkë dhe do të kthehemi dhe do të ringjallemi para Zotit dhe Krijuesit ton dhe gjithsesi edhe për takimet dhe bisedat dhe qëndrimet e tilla do të llogaritemi dhe do të gjykohemi. Si dhe një normë tjetër edukative që ka të bëjë me normat etike të asaj mirësjelljes shembullore është se në fund kur ne vizitohemi në mesvete, është edukative, është kulturë që të mos ngritemi dhe të mos ikim prej një vizite kur vizitojmë një familjar, një mik, një shok, një dashamir, pa kërku leje. Në të thotë, sikur se pikrisht është ajo kultura dhe tradita jonë, kur ne kërkojmë leje, marim nga i zoti shtëpis, nga familjarët e asaj familje, sikur kemi hy me leje dhe me mirësjellje dhe me edukat dhe me respekt, po ashtu vjen momenti të largohemi dhe të ndahemi, po ashtu me leje, me mirëkuptim, me dhe me mirësjellje. Prandaj Allahu Dhul Xhelal thot në Kur'anin famlart prap në kaptinën Nur ajetin 26: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu." Besimtar të vërtet, besimtar të mirëfillt, nuk largohen, nuk ngriten, nuk ikin prej një takimi, prej një vizite, pa kërku leje prej të zotit të shtëpis, apo pa kërku leje prej atyre që janë një koqirë të një takimi. Jo domosdoshmërisht, kjo normë etike ka të bëj vetëm kur shkojmë tek shtëpia dhe vizita tek tjetri, por edhe në një takim, i cili mund të ketë çfarëdo lloj karakteri produktive të dobishëm, ata që janë pjesë e një takimi, një tubimi, ata me mirësjellje dhe me edukat kërkojnë leje për arsyen që e kanë, që të largohen dhe të mos jenë më pjesë e atij takimi. Ky është ai kodi i përgjithshëm i mirësjelljes, ai protokolli, po themi. Do thotë sot takimet të cilat organizohen, çfarëdo lloj takime që çfarëdo lloj karakteri që mund ta kenë ato takimet, pjesë e takimeve, një pjesë shumë e rëndësishme e takimeve është edhe protokolli. Ku, do të thonë, Kurani neve na flet për protokoll. Do thotë, shqeqani, çfarë vetdije e lartë dhe çfarë avancimi. Do thotë, Kurani na flet për
protokoll. Protokoll ka familja, protokoll kanë vizitat, protokoll kanë organizimet, protokoll kanë ahengjet dhe çfarë do lloj takimi dhe karakterin që mund ta ketë ai takim, protokolli duhet të respektohet. Kjo është çfarë po na kërkon Kurani dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam nëpërmjet këtyre normave etike të mirësjelljes, të cilat ne duhet t'i kemi në konsiderat, të cilat duhet t'i dim, të cilat duhet t'i respektojmë, të cilat duhet t'i mësojmë dhe duhet t'ua mësojmë të tjerëve, në veçanti ata të cilët nuk i dinë, apo nuk i kanë të qarta, apo edhe nga neglizhenca dhe jo serioziteti nuk dëshirojnë t'i respektojnë. Në fund, nëse këto norma etike të mirësjelljes së përgjithshme i kemi parasysh dhe në konsiderat, atëre ne do t'jemi njerëz të edukuar, do t'jemi familje të mbara dhe rrjedhimisht do t'jemi një shoqëri ideale e që këtë na dëshiron edhe Kurani dhe normat etike, por edhe mësimet e ndritura të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. Zoti na dhash të mbaren e na dhash të mbarsi, Zoti na dhash suksese e bekime e mirësi, deri në takimet e radhës, qofshit nën kujdesin dhe në mbrojtjen e të madhit Allah, ai është mbrojtësi dhe kujdestari ynë më i miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.